asnjë pejgamber nuk ka kërku pushtet edhe nuk e ka fillu davetin e tij me çështjen e ligjit ose të sundimit, por e ka fillu davetin me sqarimin e tauhidit edhe pastrimin e shirkut ose largimin, menjanimin e shirkut edhe çdo njollë të shirkut. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë ka net 13 vjet, nuk ekziston dikun ku ju ka thonë mushrikëve ose muslimanëve, do të thonë t'ju bërtase, edhe t'i thirrë që të çohen protesta, në lufta, në gjakderdhje, se këtu në Mekë s'po gjykohet me ligj të Allahut, edhe nuk ka dyshim se në Mekë nuk është gjykuar me ligjin e Allahut. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është angazhuar me atë, po është angazhuar me diçka që është baza dhe themeli i të gjitha bazave. Ajo është që me adhuru Allahun një dhe mos mi shoqëru asgjë në adhurim, do të thonë sqarim të tauhidit edhe luftë ose qërtim ose gjithashtu sqarim të shirkut edhe pastrim prej tij. Edhe do të thonë s'ka dyshim se nëse daveti edhe thirrja për te Allahi bazohet në këtë menhej, nuk ka dyshim se ai do të ketë sukses. Edhe me atë do të zbatohen krejt dëshirat tjera që i kanë muslimanët. Kush dyshon këta, do të thonë dyshon në metodologjinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.